Sosh cilësinë e jetës tënde dhe realitetin tënd. Po futemi gradualisht në disa hapa të thjeshtë që të gjithë i kemi nga natyra, nga jeta, të dhëna brenda nesh. Shumë njerëz mendojnë se për të gjetur lumturinë apo për të përmirësuar realitetin e tyre të jashtëm, duhet të bëjnë shumë gjëra të mëdha, duhet të bëjnë studime të caktuara, duhet të bëjnë teknika të caktuara. Ndërkohë që po mos të ekzistojnë këto teknika, po të mos ekzistojnë këto mënyra, a nuk është natyrale që neve Zoti Perëndia na i ka dhënë këtë mundësi që ne ta krijojmë nga brenda vetes. Prandaj njerëzit shkojnë shumë te e jashtëmja për të kërkuar diçka për të ndryshuar realitetin e tyre. Komplet gabim. Realiteti i jashtëm nuk është asgjë veçse reflektimi të brendshmes tënde. Dhe për ta ndryshuar këtë gradualisht çdo ditë dal nga dal, mund të bëni një gjë shumë të thjeshtë. Kjo është një mësim për ata që nuk e dinë të gjitha. Për ju që i dini të gjitha, nuk është ky mësim, hiqeni këtë video. Nuk bën për ty. Po për ju që mendoni se mund të mësoni diçka të re, të thjeshtë, të bukur, natyrale, kjo është një nga ato gjëra. Ne çdo ditë, njerëzit që meditojnë e kanë më të lehtë ta bëjnë këtë gjë, sepse ndjen natyrshëm ashtu. Por nëse nuk je meditues, dhe nëse je kapur në negativitetin tënd të brendshëm, edhe po bën një cikël vicioz me mendimet negative mbi veten dhe mbi jetën, fillo gradualisht, dal nga dal, të bësh një 10 minuta, 5 minuta, 1 minutë, çdo ditë, të ulesh edhe të rishqet me veten edhe të mendosh gjërat për të cilat i je mirënjohës që i ke në jetën tënde. Nuk është çështja të gjërat që bën efektin, që të vinë ty në mendje, familja, fëmia, paraja, biznesi. Është çështja të ndjenja. Kur ti je mirënjohës, e ke vënë re nëse ti je një dentist apo një doktor, një mjek, shumë njerëz që kur të falenderojnë nga zëmra, ti ndjen një energji të madhe. Wow, çfarë ishte kjo ndjenjë? Një elektricitet, një qasje shpirtërore të bukur të brendshme. Atë bëri mirënjohja e personit tjetër kur të dha atë energji. Po atë energji ti mund ta krijosh nga vetja jote. Çdo ditë, nga 5 minuta, nga 10 minuta. Ta praktikosh me veten tënde, shumë e thjeshtë. Edhe mbi të gjitha, jo thjesht mendosh gjërat për të cilat je mirënjohës, por është shumë e rëndësishme që të ndjesh atë ndjenjen e mirëqenies që krijon mirënjohja. E kështu do shikosh që gradualisht realiteti jot, duke e bërë vazhdimisht të gjë, nga pak do të përmirësohet. Nuk është e jashtme, është e brendshme. Ditë mbar.